Partia Demokratike nuk pranon leksione nga askush për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përkushtimin ndaj NATO-s. Pikërisht sepse këto marrëdhënie janë jetike për sigurinë kombëtare, ne nuk do të pranonim kurrë që marrëveshja më e rëndësishme e viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes të miratohet në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ky ishte edhe thelbi i qëndrimit tonë gjatë seancës plenare të 27 korrikut, sepse problemi nuk është marrëveshja të cilën edhe sot, 3 ditë pas miratimit antikushtetues, ne nuk e njohim përmbajtjen e saj. Problemi është mënyra antikushtetuese se si shumica miraton një marrëveshje të rëndësishme. Për këtë arsye, kjo nuk është më një mosmarrëveshje politike mes palëve, është një çështje e mirëfillt kushtetuese. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka identifikuar 7 shkelje të Kushtetutës në ratifikimin që Kuvendi i bëri marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht, mbi këto argumenta të mbështetura në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në vendimet e detyrueshme për zbatim të gjykatës kushtetuese dhe në jurisprudencën më të fundit të saj, Grupi parlamentar i Partisë Demokratike sapo i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar kontrollin e kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur nga Kuvendi.